Nëse pini ujë me limon për 7 ditë, do ngeleni pa fjalë se çfarë ndodh trupit tuaj. Uji me limon është një nga pijet më të njohura të kohëve moderne. Vitet e fundit, ati janë atribuar më shumë përfitime nga sa i keni menduar më parë. Pra, ka ardhur koha që të mendojmë dy herë cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i ujit me limon në përditshmërinë e dietës suaj. Nëse pini ujë me limon çdo mëngjes, edhe më tej, i largoni të gjitha toksinat nga trupi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por, a duhet të mendoheni dy herë nëse duhet ta konsumoni ose jo? Ekspertët shtojnë se uji me limon është një hidratues shumë i mirë për shëndetin tuaj dhe mund të lehtësojë një sër problemesh. Ndaj përdorimi i tij në dietat tuaja ditore mund të jetë një prej zgjedhjeve më të mira ushqyese që mund t'i jepni trupit edhe në luftën kundër problemeve që i kanosen shëndetit. Uji me limon, i shtuar vazhdimisht në dietat tuaja ditore, do të përkthehet në një veti të çmuar për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uji me limon është një mundësi shumë e mirë për të marrë përfitimet e duhura dhe për të evituar problemet e organizmit. E vërteta është se shumë njerëz që pinë ujë me limon çdo ditë marrin përfitimet e tij unike. Mbi të gjitha, nga shumë konsiderohet se është një pije magjike që ndër të tjera mund të ndihmojë edhe në djegjen e dhjamit të tepërt. Por çfarë duhet të bëni kujdes kur pini ujë me limon çdo ditë? Sipas nutricionistëve, duhet të tregoheni të kujdesshëm me sasin që e konsumoni e vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitimet e tij të vlefshme për organizmin dhe do të evitoni një sër komplikacionesh të tij. Uji me limon është një alternativë e çmuar për shëndetin dhe duhet të konsumohet gjithmonë brenda sasive të rekomanduara. A keni menduar ndonjëherë se çfarë ndodh me ju nëse pini ujë me limon dhe mjalt për një vit të gjatë? Por nëse e konsumoni atë, do të merrni përfitime të duhura në rritjen e vlerave të shëndetit dhe parandalimin e problemeve të tij. Pirja e ujit me limon dhe mjalt mund të jetë shumë freskuese dhe qetësuese për organizmin. Limoni dhe mjalti janë dy përbërës që janë të pasur me lëndë ushqyese, të cilat janë të dobishme për shëndetin dhe organizmin e njerëzit. Një gotë me ujë me limon me mjalt çdo ditë mund t'i jap trupit tuaj këto përfitime. Ndihmon me tretjen e duhur. Problemet e tretjes do të lehtësohen dhe do të marrin fund nëse e konsumoni këtë pije në vazhdimsi të dietave tuaja ditore. Ky lëng i shëndetshëm do të bëjë që sistemi juaj tretës të funksionojë siç duhet. Përzierja e mjaltit me lëngun e limonit ndihmon në prodhimin e lëngjeve biliare dhe lehtëson problemet e aciditetit të stomakut, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke evituar komplikacionet që i kanosen atij. Uji me limon do të ndihmojë gjithashtu në humbjen e peshës së tepërt. Pirja e çajit jeshil, lëngut të limonit me mjalt, ndihmon për të humbur peshë dhe për të rritur gjithashtu shkallën metabolike. Gjithashtu ju bën të ndjeheni të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës, duke ju ndihmuar të evitoni kilogramat e tepërt të trupit. Lëngu i limonit me mjalt do ju mbajë gjithashtu më të hidratuar, do ju ndihmojë të mbani peshën tuaj nën kontroll. Përpiquni të pini një gotë me ujë me limon me mjalt përpara një vakti dhe rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë vërtet fantastike. Uji me limon do të ndihmojë organizmin në betejën kundër toksinave. Pirja e ujit me limon me mjalt mund të ndihmojë në largimin e toksinave të dëmshme nga trupi juaj. Kjo përzierje do të bëjë që trupi juaj të largojë toksinat e këqija, të cilat çojnë në drejt kapslëkut. Pra, pirja e ujit me limon në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një alternativë e çmuar për të lehtësuar këto probleme. Uji me limon do të ndihmojë dukshëm gjithashtu edhe në rritjen e imunitetit. Do ju mbrojë nga infeksionet e vazhdueshme dhe sëmundje të ndryshme sezonale. Mjalti është një produkt mjaft i mirë edhe kundër problemeve të kollës dhe jo vetëm. Mjalti është i pasur me antioksidantë të vlefshëm, të cilët kanë në veti antioksiduese, antimikrobike dhe ndihmojnë në trupin të shërohet më shpejt gjithashtu edhe nga komplikacionet e ndryshme. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij.
Uji me limon do ta mbajë lëkurën tuaj më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Pirja e ujit me limon me mjaltë çdo ditë zvogëlon gjithashtu shfaqjen e puçrave dhe akneve për një kohë më të gjatë. Vaji i limonit është antioksidant dhe mund të ofrojë gjithashtu përfitime të mira për organizmin dhe lehtësimin e problemeve të tij. Mund të parandalojë krijimin e gurëve në veshka. Efekti antimikrobik i mjaltit dhe efekti diuretik i limonit do t'japin gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Shtimi i këtyre produkteve fantastike në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një reduktim më të mirë kundër komplikacioneve të tretjes dhe do të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Mund të parandalojë problemin e shëndetit të zemrës. Ashtu si të gjitha agrumet e tjera, edhe limoni është i mbushur me lëndë ushqyese të shëndetshme. Limoni është i pasur me vitamina C dhe është vërtetuar në shumë studime se ka një përmbajtje të lartë të përfitimeve të duhura të shëndetit dhe mund të mbajë larg këto komplikacione. Ekspertët e cilësojnë ujin me limon si një prej alternativave më të çmuara ushqyese që mund t'i jepni trupit tuaj sidomos edhe kur është i dehidratuar. Mënyra se si e nisni ditën është mjaft e rëndësishme për mënyrën se si ajo do të vazhdojë. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde, të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për më shumë ujë, në mënyrë që të largohen toksinat dhe të ripërtërihen qelizat tona. Për ta bërë këtë gjë, nuk duhet të shohim përtej një gote me ujë me limon të ngrohtë dhe limonin për të nisur ditën në mënyrën e duhur dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Receta e përgatitur në këtë video është shumë e thjeshtë dhe rezultatet që do t'i jap do të jenë fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtrydhni një gjysmë kokre limoni në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka një rëndësi sepse ndihmon edhe në zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mund të dëmtojë organet. Përgatitja e kësaj recete për të nisur ditën mund t'i japë përfitime të mahnitshme për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shumica prej nesh nuk marrin mjaftueshëm ujë për gjatë ditës dhe uji është i rëndësishëm pasi përbën 60% të peshës tonë trupore. Shtimi i limonit tek uji do të ndihmojë edhe në rritjen e niveleve të vitaminës C, hekurit, kalciumit, gjithashtu kaliumit, fibrave dhe pektinës. Për të mos harruar janë edhe përbërësit antibakterial të cilat ndihmojnë edhe në mbajtjen e një shëndeti të organizmit të fortë. Disa prej njerëzve përdorin ujin me limon edhe si një zëvendësues të kafes, ndaj nëse po përpiqeni të largoni sadopak kafeinën e tepërt nga dieta juaj, uji i ngrohtë me limon mund të ndihmojë shumë në këtë proces. Në këtë video do të rendisim arsyet pse duhet të pini ujë me limon në përditshmërinë e dietave tuaja dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni prej tij sipas Step to Health. Uji me limon ndihmon në reduktimin e riskut të shfaqjes së problemeve të zemrës, sipas shoqatës amerikane të zemrës. Pastron lëkurën dhe redukton gjithashtu shenjat e plakjes duke përfshirë edhe eliminimin e rrullave. Vepron si një detoksifikues dhe sipas një studimi, uji me limon ka aftësinë të kryejë të gjitha funksionet e mëlçisë. Ai përmirëson humorin dhe ekuilibron gjithashtu emocionet tuaja. Balancon nivelin e pH-it në trup, do të përmirësojë edhe shenjat e inflamacionit dhe do të veprojë si një reduktues i dhimbjeve dhe lehtësues i komplikacioneve. Shtimi i ujit me limon në përditshmërinë e dietës suaj do të përkthehet edhe në një lehtësim të mirë të dhimbjeve të kokës. Do të lehtësojë diskomfortin si pasojë e problemeve që shkakton kapsllëku ose konstipacioni. Do të përmirësojë gjithashtu aromën e frymës suaj. Do të qetësojë dhe do të rregullojë aparatin tuaj respirator. Do të lehtësojë infeksionet e traktit urinar. Do të parandalojë dehidratimin dhe lodhjen e veshkave. Do të ndihmojë në rregullimin e metabolizmit tuaj dhe do të parandalojë gjithashtu edhe problemet që I kanosen atij. Ekspertët shtojnë se përdorimi I ujit me limon në dietën tuaj mund të jetë një përzierje shumë e mirë ushqyese për të lehtësuar komplikacionet dhe për të siguruar një mbrojtje të mirë të vlerave të tij. Uji me limon në përditshmërinë e dietave tuaja sipas ekspertëve të Healthline
cilësohet si një nga produktet më fantastike ushqyese, rigjeneruese të trupit dhe lehtësuese të komplikacioneve të tij. Uji me limon do të rregullojë metabolizmin, do të lehtësojë lodhjen e trupit, të cilat vijnë edhe nga puna ose nga shkolla e vazhdueshme. Do të forcojë sistemin imunitar, do të rregullojë gjithashtu edhe prodhimin e mukusit në rrugët e ajrit, do të pastrojë organet dhe do të lehtësojë komplikacionet e tij. Ndaj shtimi i ujit me limon në përditshmërinë e dietave tuaja sipas ekspertëve të Healthline është një nga mënyrat më të mira fantastike për të rigjeneruar shëndetin dhe për të lehtësuar gjithashtu problemet e tij. Sigurohuni ta konsumoni si duhet dhe do të merrni rezultate mbreslënse. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.